Zoti tregoi disa nga punët e ahiretit për të treguar edhe argumentet që tregojnë njësimin e Zotit dhe fuqinë e diturinë e tij të plot. Ai urdhëron e thot: Inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'ala al-'arshi yughshi al-layla an-nahar wa yatlubuhu hathitha wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahu al-khalqu wal-amru tabarakallahu rabbul alamin. Pa dyshim, stërvitësi juaj, ai që ju ka ndrequr pasurinë e punët tuaja dhe që ju ka edukuar juve me të gjitha të mirat është i atill Zot, që krijoi qiejt e tokën në një kohë sa për 6 ditë, pastaj mësyu arshin dhe nga dhe një mbi të, ai e mbulon natën me ditën dhe ditën me natën, të cilat vijnë njëra pas tjetrës me të shpejt. Ai krijoi diellin e hënën dhe yjet, të bindur ndaj urdhrit të tij. Dijeni se krijimi e urdhrit janë vetëm për atë, stërvitësi të gjitha botëve është i madhëruar. Shpjegime. Fahri Razi u thot para krijimit të qiejve e të tokës nuk ka pasur natë e ditë. Në këtë ajet me 6 ditët tregohet një kohë të caktuar sa për 6 ditë. Në fjalorin arabishtes, fjala istawa është në kuptimin e istiqrar, vendosje, por meqense ky kuptim për Zotin është i pamundur, muhal, sepse duhet që Zoti të ketë nevojë për vend, çka nuk është e mundur për madhështinë e tij, kjo fjalë do e mos duhet përkthehet në kuptimin e ngadhënjimit, pra fraza thumma stawa ala al-arsh, çka do të thotë të ngadhënjej urdhri Zotit mbi arshin i cili ka rrethuar të gjitha krijesat e tjera. Fjala arsh ka edhe kuptimin pasuri e mbretëri, mulk e saltanet. Atëherë kuptimi i frazës së mësipërme është Zoti ngadhënjeu mbi pasurinë e vet dhe në çdo thërmi të krijesave ngadhënjeu urdhri i tij. Fraza yatlubu hathitha do të thotë nata kërkon ditën me të shpejtë, është në kuptimin nata ndjek ditën pa ndryshim. Fjala fetabaraka që del prej rënjës beraket është prur për të lavdëruar Zotin dhe do të thotë Zoti është i amshuar, për atë s'ka vdekje, ai është zotëruesi të gjitha mirësive, ai jep botëve me bollëk. Ky ajet i madhëruar që është prur për të thirrur njerëzit në besime për të adhuruar të Zotin, duke e treguar si argument qenien e Zotit të madhërueshëm, fuqiplot, i ditur e veprues sipas dëshirës së vet, ajeti përfundon me frazën Rabbul Alamin, Zoti i të gjitha botëve, për të theksuar se Zoti plotson të gjitha botët dhe se çdo kënd e edukon me lloj-lloj të mirash sipas kapacitetit që ka dhe i përmirëson punët e tij. Ajeti tregon qartë edhe se Zoti është krijuesi i punëve të njerëzve dhe se natyra nuk mund të bëjë ndonjë përshtypje pa krijimin e Zotit, prandaj thuhet ela lahul khalqu wa lahul amr. Dijeni se krijimi dhe urdhri janë të posaçme për Zotin e vërtet. Zoti u tregoi njerëzve se ata janë të detyruar të mësojnë dituri të vërtet shpirtërore, duke i treguar argumentet e fuqisë së tij të plot, të diturisë dhe të mëshirës së vet, për t'i urdhëruar ata në adhurime në lutje me porulsi, dhe për që është rezultati i diturive, Zoti urdhëron e thot: "Udu rabbakum tadarrua wa khufya, innahu la yuhibbul mu'tadin." O njerëz, lutjuni Zotit tuaj me përvojturi dhe në fshehtësi, sepse Zoti nuk i do ata që e ka përcen kufirin, sidomos ata njerëz që krenohen se luten duke gërthitur e duke bërtitur. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfa wa tama'a, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Mos bëni fesad nga tresa në faqen e dheut pasi ajo të jetë ndrequr e përmirësuar, mos nxirrni nga tresa në faqen e dheut me kufër e me faje, pasi atë ta kenë ndrequr pejgamberët, duke i drejtuar njerëzit në paqe me dispozitat e zbritura prej Zotit. Lutjuni Zotin me frikë dhe me dëshirë, sepse mëshira e Zotit është e afërt tek bamirësit, të cilët e madhorojnë Zotin, ashtu siç e meriton ai dhe i luten atij duke qenë ndërmjet frikës dhe shpresës e respektit të duhur. Besimtarët i ndihmojnë edhe ata që kanë nevojë. Lutjuni Zotin në fshehtësi, me përvojturi dhe me përulje dhe kërkoni ato gjëra për cilat keni nevojë e që mund të jepen. Sepse Zoti nuk i do njerëzit që e ka përcen kufirin duke kërkuar gjëra të pamundura e duke ngritur zërin në lutje. Mos nxirrni nga tresa në faqen e dheut duke kundërshtuar pejgamberët pasi dheut të jetë ndrequr e të jetë vënë në paqe e duke u rrënjosur aty dispozitat e sheriatit, të cilat janë zbritur profetëve nga Zoti. Shpresoni pranimin e lutjeve tuaja prej mirësisë së Zotit dhe kjeni frikëzemrimin e tij, pra me frikë dhe me shpresë, pra mëshira e Zotit është e afërt te bamirësit, të cilët e adhurojnë Zotin sikur ta kenë parasyve dhe i kryejnë detyrat me frikë e me shpresë. Shpjegime. Fjala dua, lutje do të thotë, kërkoj prej Zotit një gjë për të cilën kam nevojë pasi e di se vet nuk mund ta siguroj. Fjala tadarrua, do me thënë me porulje, me përvojturi. Fjala khufje do të thotë në fshehtësi pa e dëgjuar e pa e parë njëri. Pra kuptimi i ajetit është:
kërkoni prej Zotit në fshehtësi me përulje për vojturi. Zoti ashtu siç na urdhëron me këtë ajet që t'i lutemi atij në fshehtësi, po ashtu na ndalon nga kapërcimi i kufirit në lutjet tona, duke ngritur zërin dhe duke kërkuar gjëra që nuk janë të mundura për ne. Për shembull, të kërkosh që të bëhesh profet e të tjerë. Siç nën kuptohet prej këtij ajeti, të gjitha punët e vullnetshme, të padetyrueshme nafile, është mirë të bëhen fshehurazi, kurse farzet dhe vaxhibet është më mirë të bëhen sheshit. Fraza "Ola tufsidu fil ard", mos bëni ngatresë në faqen e dheut, është për vrasjet, plaçshkitjet, grabitjet, marrjen e pasurisë së tjetrit me dhelpëri, për kufrin që nxjerr ngatresën në fe, për fajt që çartin dispozitat e fesë, për humbjen e pasardhësve duke u dhënë pas instinkteve, për humbjen e mendjes duke u dhënë pas pijeve alkolike e të tjerë. Interpretuesit e Kuranit kanë thënë se në këtë ndalim hyn edhe mos respektimi i lidhjeve që bëhen me dëshirën e të dyja palëve. Me një fjalë, Zoti me këtë ajet na ndalon nga të gjitha veprimet që quhen fesad, ngatresa. Në dy ajetet e mësipërme urdhërohemi të bëjmë dua. Në ajetin e parë na tregohen kushtet me të cilat duaja është e vlefshme, për vojturia e për ulja me qëllim të çiltër. Në ajetin e dytë na tregohen dobi e duas, sepse qëllimi kryesor i duave është shpëtimi pra asaj gjëje nga e cila ke frikë dhe arritja asaj gjëje që shpreson. Pra fraza "Ud'uhu khawfa wa tama" do të thotë lutjuni Zotit duke pasur frikë, mos pranimin e lutjes dhe duke shpresuar pranimin e saj. Disa duan të thonë se lutja e robit nuk ka ndonjë dobi sepse nuk mund të ndryshojë atë që ka shkruar Zoti. Këta bëjnë një gabim të madh sepse me lutjet më e pakta sigurohet qëllimi kryesor që është në të gjitha adhurimet, të njohë njeriu varfërinë dhe poruljen e vet dhe fuqinë e madhështinë e Zotit, i cili nuk ka urdhëruar gjë të padobishme për ne, e prandaj na urdhëron që t'i lutemi atij. Fahri Raziu thotë se është mirë që amin në lutjet të thuhet pas. Kështu ka thënë Imam Azemi, sepse edhe amin është një lutje dhe ajeti na tregon se lutjet është më mirë të bëhen në fshehtësi. Ose amin është njëri nga emrat e Zotit, prandaj edhe përmendja e Zotit është më mirë të bëhet pas të ngritur, që të ruhesh prej hipokrizisë, dyftërsisë, rias. Prandaj pejgamberi ynë alayhi salam ka thënë: "O ummeti im, ju nuk po i luteni një të largëti, por po i luteni atij Zoti që e dëgjon lutjen tuaj dhe dituria e cilit është shumë afër te ju kudo që të ndodheni. Dituria e Zotit është bashkë me ju." Imam Hasani, Zoti qoftë i kënaqur prej tij, ka thënë se ndërmjet lutjes që bëhet sheshi dhe lutjes që bëhet fshehurazi ka 70 shkallë dallim. Fraza e fundit që thotë "Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin". Pa dyshim që mëshira e Zotit është e afërt te bamirësit, është përqendjen e njeriu të afër ahiretit, sepse vdekja i afrohet njeriu në çdo çast dhe duke u afruar ahiretit, ai afrohet shpërblimit që dëshiron të arrijë atje. Kurani tregon se mahabba, dashuria, është njëra prej cilësive të Allahut, por ajo dashuri nuk është për të kërkuar kënaqësi për një gjëje jashtë natyrës njerëzore. Dashuria e Zotit është që robi t'i çojë shpërblim e dobi, pra sipas kësaj pikpamjeje. Kuptimi i ajetit është: lutjuni Zotin me përulje në fshehtësi, sepse Zoti e do lutjen në atë mënyrë, kurse atyre që luten me zë të lartë nuk u dërgon mirësi e dobi, prandaj ata nuk e arrin mëshirën.